محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mënduar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në gjumën e kaluar kemi folur për një ngjarje të madhe që është duke ndodhur këtyre ditëve, dhe kjo ngjarje e madhe nuk duhet me kalu në jetën tonë pa u vrejt. Nuk duhet me kalu pa pas edhe ne pjesëmarrje aktive, dinamike në zhvillimet e kësaj ngjarje. Ngjarja e madhe e këtyre ditëve është haxhi. Njerëzit nga gjitha vizët e botës, besimtar, të nënshtruar Allahut të mënduar, me përkushtim me sinqeritet, për t'ju përgjigj thirrjes së Allahu xhalla xhelalu ja kanë mësuar vendet e shajt Mekës së bekuar, që atje t'i kryen ritualet në formën dhe mënyrën si i ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për faktin se numri i kufizuar është që shkon në haxh, nuk nënkupton se edhe duhet të jetë numri i kufizuar e atyre që përfitojnë nga haxhi. Po, ata që kanë shkuar kanë kryer një obligim dhe shpresojmë që ta kryejnë si duhet obligimin e haxhit. Por ata që nuk kanë shkuar, kemi përmendur se edhe ata janë pjesëmarrës në këtë ngjarje madhore, për faktin se kalojnë në ditë më të mëdha të vitit, në ditët e para të muajit Dhulhijhe. Dhe kalimi në këtë ditë nuk duhet të jetë sikurse kalimi në ditë e rëndomtë të zakonshme. Kemi përmendur se besimtari duhet të tregohet i zellshëm, i angazhuar në angazhim të shtuar në raport me adhurimet e ndryshme, që këto ditë me të vërtetë të shënohen si duhet, dhe ta vlerësojmë atë që Allah e ka vlerësuar, ta madhrojmë atë që Allahu xhallahu e ka madhruar. Në kuadër të këtyre ditëve të ndërozër është edhe një ditë e madhe, madje dita më e madhe e vitit, që i ka udhëzimet e veta, por dhe frymëzimet për gjithë besimtarët. Disa këtë ditë e shënojnë edhe me pjesëmarrje fizike në vendin e dur, ndërsa pjesa e mbetur e besimtarëve anë kënd botës e shfrytëzojnë këtë ngjarje madhore për të përfituar në forma të ndryshme në fisnikrimin e shpirtit, pastrimin, mbjelljen e kuptimeve të caktuara, afrimin me Allahun xhallahu ala e shumë dobi të tjera. Prandaj, me qemin e prag të kësaj dite, duhet të flasim për disa udhëzime të caktuara që na mundsojnë të përfitojmë e jo të jemi të privuar nga kjo ditë e madhe dhe mundësi sinqerisht e pa përsëritshme gjatë vitit. Fjala është për ditën e Arafatit, ditën e martë, dita e 9 e muajit Dhulhijhe, haxhlerët i mësyn fushës së Arafatit. Një fushë, një lugin e braktisur e pabanuar, në moment caktuar për një ditë bëhet një metropol i ndërtuar ku realisht e banojnë miliona njerëz, nga fise, e vise, e gjuhë e ngjyrë të ndryshme, të gjithë me një qëllim, të adhurojnë Allahun, të madhnojnë Allahun xhallahu ala dhe të kërkojnë nga ai që t'i falë e pastron. Mirë pa dhe ne që jemi jashtë Arafatit në kuptim fizik dhe gjeografik, ne mund të përfitojmë nga kjo ditë shumë. E në këtë garë të përfitimeve nuk dihet pastaj kush fiton më shumë, e nuk dihet kush arrin më shumë, nga se gara është e hapur. Prandaj ne duhet të garojmë në këtë aspekt në mënyrën më fisnike, më njerëzore të mundshme, që të i kalojmë dimensionin gjeografik e të përfitojmë nga Arafati edhe pse jemi në distancë larg prej tij. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka fol për Arafatin dhe disa udhëzimet e tij po kanë të bëjnë me haxhilerët në Arafat. Po disa udhëzime
kanë të bëjnë me gjithë besimtarët. Dhe kjo është një argument se nga dita e Arafatit kanë mundësi të gjithë të përfitojnë. Prandaj është me të vërtet humbje e madhe që njëri të privohet nga mundësia e përfitimit madhështor nga dita e Arafatit. Një nga këto udhëzime që na përfshin të gjithëve që nuk do të qëndrojmë në Arafat këtë vit, por jemi jashtë kufeve gjeografik të Arafatit, është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasallam i cili thotë: kush e agjeron ditën e Arafatit, shpresoj që Allahu t'ia falë mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që është në te. Do në falja e mëkateve për 2 vite, mëkateve zakonshme, të rëndamta, të përditshme, që ne si njerëz gabojmë, kemi lëshime tona, me agjim e një dite, konsideroj se është me të vërtet një ofertë shumë joshse dhe interesante për neve që nuk duhet me leju me na kalu pa përfitu nga kjo mundësi. Prandaj, ai që ka mundësi është vullnetare, është e rekomanduar, nuk është obligative, por edhe pse nuk është obligative, nuk duhet me lëshu pa një arsye të madhe të agjerojmë ditën e martë. Agjerim që i përgjigjemi Allahut te barekuhu sinqerisht, që të përfitojmë nga mundësia e madhe e faljes dhe gjithë atyre shpërblimeve që Allah ka premtuar për ata që respektojnë atë që Allah ka madhnuar dhe ata që respektojnë atë që Allah xhallahu e ka vlerësuar dhe nderuar. Për te i kësaj të ndërrozër, ka edhe mësime tjera të shumta që ne duhet t'i marrim nga dita e Arafatit, edhe pse fizikisht nuk jemi në Arafat, por ne i përkasim kësaj dite, ne i përkasim këtij vendi, për shkak se besojmë në vlerat që erdhi pejgamberi alayhis salatu wasalam, e i cili pastaj edhe i dha vlerë me këto udhëzime edhe ditës edhe vendit në Arafat. Në Arafat të ndërrozër ka ngjarje madhore, që nga këto ngjarje ne mund të marrim mësime edukative edhe për përmirësimin, formimin dhe vetëdijsimin tonë. Nga këtu është edhe një çështje shumë madhore, që njeriu sot është në krizë e që konsideroj se kuptimi i drejtë i Arafatit mund t'ja zgjidh njeriu mirë këtë krizë, mund t'ja orienton njeriu e kësaj kohe si duhet në drejtimin dhe kahun e duhur. Në këtë ditë në vëllezër haxhilerët në Arafat janë në petkun e Hiramit. Domethënë formalisht janë mbuluar, saqë veç mos zbulojnë pjesë e tërshme. Nuk është ndonjë petk i shtrejt, nuk është ndonjë petk domthonjë që është elegant, nuk është ndonjë petk i cili është i shtrejt, nuk është petk që thash domethënë është i ndonjë mode të caktuar e kështu me radhë, të gjithë barabartë. Një formalitet që mbulon pjesë e tërshme. Ndërsa ku është realiteti nëse petku është formaliteti? Realiteti është të kthimi ka vetvetja. Kuptojmë origjinën tonë prej ka e kemi, të ulëm në tokë atje, të gdheu. Kjo është origjina jonë, kjo është baza jonë, nga toka kemi ardhur dhe në tokë kemi më u kthy. Njeriu e kupton se në dunja ka ardhur për diçka të caktuar dhe do del nga dunjaja në kohë të caktuar. Kthimi në realitet që nuk kupton përmirësimet e brendshmës, që nuk kupton pastrimet e të brendshmës, e jashtëmja është në dorën e dytë, e jashtëmja është formalja dhe jo esencialja, unë që është kthimi i dur i njeriut në binart e dur të jetës e tij. Sa të ndërlozër fatkeqësisht, shumica e njerëzve e kanë prioritet, e kanë esenciale, e kanë realitet të jetës e tyre, trajtimin maksimal dhe angazhimin maksimal për të dukur mirë. Pamja jashtme, pëlqimet e njerëzve, dukja është ajo që njeriu e bën njeri të kohës tonë. Andë njeriu mirët me formalitete të panevojshme që e kanë up esencialin, ja kanë up originalitetin këtij njeriu. E ku është baza e njeriut? Ku është esenca e njeriut? Është brendia e tij, është shpirti i tij, është zemra e tij. Sa është e pastër zemra? Sa ku i kushtojmë zemrës tonë, përmirësimit të zemrës, flakjes së veseve të këqija, mbjelljes së virtyteve vlerave në zemrën tonë, si sinqeriteti, dashuria, mbështetja në Allahun te barekuhu teala, mendimi i mirë për njëri tjetrin, dhëmshëria, falja, mëshira, turpi, e shumë vlera që njeriu e bën njeri. Sa janë këto të rëndësishme për kohën e sotshme? Sa pagu njëri mund e gjithçka që ka për të mbjellë këto vlera? Apo këto janë të dorës së dytë? Esenciale është që duket mirë. Esenciale është që të merr vlerësime pozitive nga të tjerët, se pamja e tij është me të vërtetë mbretëruese dhe tërheqëse. Prandaj
ka një përmbysje në kohën tonë, ka një krizë që njeriu e ka kthy mrapsht, jo si duhet. Prandaj Arafatin e kthen si duhet, në këmbët tona, me kokën larg, në origjinalitetin ton, në kahën e dur, që të mirëmi me atë që është e duhura, nga sa Allahu xhallahu çka tha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar, është ngrit ai që e pastroi shtëpinë e tij, rrobën e tij, teshën e tij, apo ai që e pastroi zemrën e tij dhe gjuhën e tij dhe mendjen e tij. Ka shpëtuar i suksesshëm, ka arrit e i ngritur është ai që e ka pasuar zemrën e tij, e ka dështuar, e ka humbur, e është shëmtuar, e është ul dhe është degraduar ai i cili e ka njollos shpirtin në zemrën e tij. Sa ka situata të ndrozur ku njeriu në dukjen e jashtme duket shumë elegant, duket i parfumosur me erë të mirë, me tesha të shtrajta të mira, apo dhe kjo është ajo pjesa e tij prezantuese për atë të tjerëve. Ndërsa zemrën e ka të mbushur urrëtie, mendjemallësi, syfatësi, hipokrizi, e shumë vese të tjera të cilat fatkeqësisht e shpërfaqin realitetin kush është njeriu në esencë. Prandaj të ndërlozur, në Arafat e kupton njeriu se petku është formalitet, sa për ta mbuluar trupin e tij, kërkohet me qenë petk i mirë, kërkohet njeriu që edhe ndukje me koni bukur, e rëndësishme është edhe kjo, padyshim, mirë po, jo tjetë prioritet, jo tjetë krejt njëri dukja e tij, krejt jeta e tij, pamja e tij, krejt investimi, angazhimi i tij të jetë i kufizuar në përshtypjet e njerëzve në raport me të. Jo kjo. Kjo është fals. Kjo është dalje nga realiteti. Realiteti kush je ti realisht është zemra jote. Është ajo që sheh Allahu xhallahu në brendin tonë, nga sa Allahu nuk shikon në pamjet e njerëzve, nuk shikon në ngjyrat e njerëzve, por shikon Allahu në zemrat e tyre, në esencën. Prandaj Arafat na kthen në esencë, në origjinë, i rregullon prioritetet dhe e rregullon kaosin që e ka shkaktuar materializmi i egër i kohës tonë dhe vrapimi i njeriu në këtë dunja për të përmbush pa kushte, pa kompromis, epshet e tij të pangopura që kanë nxitur fatkeqësisht edhe urrëtie, luftra e konfliktet pafund me mes njerëzve dhe gjakdere të pakuptimta. Dhe Arafati na kthen në këtë origjinalitet. Ku na kthen ende Arafati të ndërlozur? Sot gjithashtu tek njerëzit ka një zhgënjim, ka një dëshpërim, ka një mungesë përmbushje, përkundër përpjekjeve që të përmbushet me mirësitë e jashtme, megjithatë e ndin zbrastinën, megjithatë e ndin dëshpërimin, megjithatë e ndin klithmin e zhgënjimit të tij. E çka e përmbush njërin? E përmbush njërin raportin me Allahun te barekutaala. Nëse Allahu xhallahu ala në brendin e njeriu e ka lënë një zbrastir që nuk përmbushet me asgjë përveç se me Allahun te barekutaala. Njeriu këtë tenton më u përmbush në çfarëdo forme, këtë tenton më undi i kompletuar nëse raportin me Allahun xhallahu ala ka të rënuar. Prandaj njeriu i kthehet Allahu xhallahu ala me shpresë se Allahu e fal, me shpresë se Allahu e pranon, përkundër largësisë dhe distancës që ai ka shkaktuar duke ikë nga Allahu përmes mëkateve dhe sinjeve të tjera. Ku e merr këtë forcë të kthimit? Ku e merr këtë inkurajim, këtë shpresë? Në Arafat. Në Arafat e merr. Për shkak se Allahu xhallahu ala i thot me lajkeve në ditën e Arafatit, apo i sheh këta të pluhrosur, pluhur i dheut, apo i sheh këta të lodhur të skapitur, apo i shehni dëshmitari ju kam ju e se gjithë ua kanë falë. Kjo dëshmi Allahu xhallahu ala te i kalon dimenzionin gjeografik të Arafatit. Nga sa ai që kërkon falje, ai që agjeron, ishte edhe dëshmia e pejgamberit asum se ati Allahu i e falë. Prandaj, ka hyrë një njeri tek Fudal ibn Iyad, nga njerëz të mençur, nga njerëz të pjekur, devotshëm, në ditë Arafate i ka thonë: çka të mendon sot? Kush është njeri i humbur? Kush ka humbur sot ditë Arafatit? Kush është i dështuarin këtë ditë të madhe? Çka tha Fudal ibn Iyadi? Tha sot i humbur është ai që mendon se Allahu nuk i fal këtyre njerëzve. Ai që mendon se Allahu xhalla xhelaluhu i urren njerëzit, e i dënon njerëzit përkundër insistimeve të njerëzve me pajtuar me Allahun xhalla ora, kam nuk keq për Zotin xhalla xhelaluhu. Allahu na ka mësuar se përkundër faktit që ne ikim nga Allahu xhalla xhelaluhu, përkundër faktit se ne shpeshherë e zaventësojmë Allahun apo spaku përpjekemi me zaventësu me diçka tjetër, ai prap na pret, ai prap na thret, e ai prap na pranon.
A ka diçka më dashur se din se e ke një adresë që gjithmonë sa ardhën më kthy e ki derën qel? A ka më shpresdhënse se kaq të ndrozur? A dhe kjo shpresë për përmirësim, kjo shpresë për falje, kjo shpresë për ndryshim që buron nga Arafati nuk duhet me kalu pa u vrejt e pa u përvecu edhe nga ana jonë. Ndryshimi është i mundshëm. Sa njëri shkon me gjunat mëdha, por Allah ja fal. Prandaj përkundër mangësive, përkundër problemeve, përkundër lëshimeve, nëse i kthesh Allahu xhallahu ala, Allahu ta fal dhe Allahu të pranon. Pra kemi nevojë për shpresë se e mundshme është të përmirësohemi, e mundshme është të ndryshojmë, e mundshme është të bëhet më mirë, e mundshme është, por duhet ta bëjmë ne hapin e ndryshimit. Duhet ta bëjmë ne hapin e lëvizjes drejt asaj që është më e mirë. Prandaj Arafati na mëson edhe shpresën, edhe veprimin. Të dyat na mëson të veprojmë si duhet dhe të jemi të orientuar në kahun e dur dhe të shpresojmë se me që jemi kthyer ka dur, jemi të sinqert, e dojmë ndryshimin, Allahu ka më në ndihmu. Allahu xhalla xhelalu ka më na përkra dhe ka më bën ndryshimin që ndoshta as vetë se kena paramendu apo edhe ndoshta kalkuluar. Arafati të ndërozër ka mësime të shumta. Nga ato është edhe forca e unitetit dhe e bashkimit mes njerëzve. Shikoni ata njerëz, domethënë që kanë më mbledh në Arafat ditën e martë. Vinë nga vise ndryshme, me probleme ndryshme, me telashe ndryshme. Mirë po, çka është përfaq madhësinë e Arafatit? Turma e njerëzve. Arafati është veç një ditë. Edhe pse nuk është lehtë gjithaj turm të menaxhohet, nuk është lehtë që njerëzit të gjejnë vend si duhet, rahat në atë ditë. Ka sfidat e veta, i ka telashe të veta, po megjithatë, gjitha këto duhet të i kaluar në emër të manifestimit të unitetit e bashkimit në emër të Allahut të mëdhenuar. Pra të ndërrozër, imazhi i bukur i një vendi manifestohet përmes unitetit që ka i popull mes veti. Kur ata kanë kauzat përbashkëta, krejt ata që do në Arafat e kanë një kërkesë, që Allahu t'ua pranon haxhin, t'ua fal mëkatet. Pra të ndërrozër, kur jemi unik rreth kauzave madhore, të i kalojmë interesin individual, të i kalojmë teket personale, jemi të unifikuar rreth kauzave të mëdha për ndërtimin e vendit, mbrojtjen e vendit, avancimin e të ardhmës, e kështu me radhë. Me lejen e Allah xhallahu ala, Allahu na ndihmon sikurse e ceka, po edhe e dyta, dukemi që atëre bukur. Atëre dukemi të ndërtuar. Përndryshe mund të ndërtojmë gjithçka jashtë, po nëse raporti mesësh është i rënuar, atëre çfarë lloj ndërtimi nuk ka fare kuptim. Për këtë arsye të ndërozër, duhet që të ruhemi, që të menaxhojmë si duhet edhe dallimet që kemi. Jemi njerëz, edhe në Arafat ka dallime, edhe në mendime, edhe në ngjyrë, edhe në gjuhë. Megjithatë, krejt këto dallime të kalojnë e të gjithë së bashku në këtë ditë Allahun e lutin dhe e kanë qëllim që Allahu t'ua falë, t'ua pranon adhurimet. Prandaj, edhe ne të mësojmë nga Arafati, të menaxhojmë dallimet tona, edhe në mendime, edhe në qëndrime, edhe në çka do qoftë, të unifikojmë rreth kauzave të mëdha në emër të asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ora për të mirën e vendit e të ardhmës, e atëherë ndërtojmë si duhet vendin. E atëherë dukemi bukur. Mirë po, që të acarojmë deri në nivel të nxitjes së urrëties, e përçarjes, e kërcimeve me jetë për njërin tjetrin, ku dikush nuk ndeti i sigurt në vend vet, padyshim se kjo shpërfaq anën e shëmtuar të shoqërisë që nuk duhet t'ia lejmë vetes tonë të ndërrozur. Ta ruajmë gjuhën tonë, të menaxhojmë si duhet edhe emocionet, edhe ufrit, edhe dallimet tona, e të shpërfaqim një unitet që te i kalon sikurse e ceka dallimet, qëndrimet, madje ndoshta edhe fërkimet tona mes vete. Arafati na thret në unitet, Arafati thret në bashkëpunim, Arafati thret në mirëkuptim mes vete, Arafati thret në mëshirë, nga sa ai që nuk mëshiron, Allahu nuk e mëshiron. Arafati thret në falje, që t'ja falë në tjetët, nga se Allahu xhallahu ala ka premtuar sa ai që fal, Allahu e fal. Prandaj Arafat na mëson se duhet të jemi afër një tjetrit me mëshirë, me falje, me bashkëpunim, nga se Allahu i ndihmon një robi përderisa robi i ndihmon vëllaut vet. Allahu e fal njëri nëse ai fal tjetrit. Allahu xhallahu ala e mëshiron njëri nëse e mëshiron tjetrin e kështu me radhë. E mësimet shumëta të ndërmozër që dalin nga Arafati, por besoj që këto që i përmenda tjeni inshallah të mjaftueshme për vetëdijsimin ton, karshi një ditë kaq të madhe. Përgatitjes tonë që në këtë ditë agjërueshëm, përkushtuar ndaj Allahut azza wa jall, ti kujtojmë këto mësime që të bëjmë hapin e dur drejt ndryshimit, përmirësimit, por edhe drejt
afrimit me njëri tjetrit dhe te i kalimit të urrëtieve, barierave dhe gjitha pengesave që pengojnë në ndërtimin e duhur të vendit dhe të ardhmës tonë. Allah na e lehtësoft këtë rrugtim, Allah na i fal mëkatet tona, na pastroft Allah të brendshmën tonë, mendjen tonë, zemrën tonë, e në bëft Allahu xhallahu që të dukemi bukur edhe jashtë edhe brenda, por bukuria reale të jetë nga brendia dhe nga zemra, nga shpirti që Allahu xhallahu ala e kërkon prej neve. Kërkoni falje nga Allah, nga sallallahu falës, dhe është mëshiruese qulu qouli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të ndërozër, ai që don me u përmirësu, ai që don me bë mirë, ka mundësi të shumta. Ka mundësi të shumta. Aja që kërkohet vetëm është një vendosmëri e prerë dhe një qasje e sinqert karshi ndryshimit. Gjithë shka është e mundshme, nëse njëri don me e bo dhe në Allahun xhallahu ala mbështetet. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wa idha azamta fatawakkal ala Allah." Kur të merr vendimin e duhur mbi bazën e njohurive të duhura, diturisë shëndosh, në bazë të legjitimitetit të veprimeve, i kitë legjitimuara si duhet, ke marr vendim, e stutja dhe në Allah mbështetu. Atër kime pa ndryshimin se si ndodh. Prandaj të ndërlozër, ta shfrytëzojmë këtë mundësi të madhe që Allah na ka dhënë këto ditë, sot, nesër, mas nesër, në këto 10 ditë e Dhulhijhes, që ta vlerësojmë me të vërtetë këtë mundësi, këtë begati që Allah na ka dhënë për të bërë ndryshimin e duhur. Pendohu tek Allahu xhallahu ala. Merr vendime të duhura, serioze në jetën tonë, që e bëjnë ndryshimin në rrafshin tënd individual fillimisht, pastaj familjar dhe shoqëror. Kena mundësi, kena kapacitet, rrethonat janë, mirë po, donë sinceritet, donë vendosmëri dhe donë përkushtim, secili nga ana e tij, secili me mundësitë e tij dhe secili me përgjegjësinë dhe kompetencën që i ka. Allahu na boft të dashur me njëri tjetrin. Në litë Allah zemrat me zveti. Nësë Allahu xhallahu që Allah të largon urrëtitjen e përçarjen nga vendi, nga populli, nga besimtarët në barë në botë kudo që janë. Allahu na boft që dita e Arafatit jetë një ditë e madhe për neve, në jetën tonë, për ndryshim, pendim, kthim të Allahu xhallahu ala, por edhe lidhje me njëri tjetrin. Të ruajmë mendjen tonë, mos ta paragjykojmë njëri tjetrin, mos mendojmë keq për njëri tjetrin, pastroje mendjen, pastroje gjuhën tënde, mos fol keq për tjetrin, mos e lënda, shpreh mendimin tënd, por mos nënçmo, mos përbuz, mos shaje, mos hy. Ruaje zemrën tënde nga urrëtia, nga zilia, nga lakmia, pangopsia. Ruaje dorën tënde, veshën tënde, ruaju, nga se Allahu te barekuhu teala, atë që ruat e ruan Allahu te barekuhu teala. Atë që mundohet, Allahu jep sukses. Andaj kemi me vërtet rast ideal që në këto ditë t'ia dëshmojmë Allahu xhallahu ala sinqeritetin ton dhe përkushtimin ton për të ndryshuar, për të bërë më të mirë me Zotin xhallahu ala, pastaj edhe me njëri tjetrin. Edhe është Allahu që kjo përpjekje jona në këto ditë, në gjitha këto fushë që përmena, të kurrizohet pastaj me një urim të sinqert dashamirës të Bajramit që i ia bëm njëri tjetrit. Le të jetë një urim i sinqert me të vërtetë, kur të urojmë me sinqeritet me zemër, se ja dojmë të mirën njëri tjetrit, se ja dojmë me të vërtetë atë që ja dojmë vetës, ja dojmë edhe tjetrit, nga se kështu është besimtari, sikur që pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka besuar drejt askush prej juve përderisa vëllaut vet nuk ja don atë që e don për vete. Kjo është nivel i lartë i raporteve, një elegancë, një zotënjellak që e mbjell Islamin në zemrën e besimtarit në raport me vetveten, pastaj në raport edhe me të tjerët. Dhe është Allah që këto ditë dhe të tjerat të jenë mësim për neve, frymëzim, inkurajim, sikurse e përmenda, për ndryshim dhe afrim me Zotin dhe me njëri tjetrin. Allahu i shëroftë të smurit tanë, ja u lehtësoj Allah dhimbjet e mundimet. Allahu xhallahu ala u lehtësoj familjarëve, kujdesin për ta, u dhash sabër dhe përkushtim që të kujdesin si duhet për familjarët e tyre. Allahu xhallahu ala dhashin familjet tonë të mbretënon dashnia, respekti, mirëkuptimi, vlerësimi dhe diskutimi e dialogu i përbashkët që të i kalojmë dallimet, mospajtimet e kthehemi në rrugën e mëshirës, faljes dhe bashkëpunimit. Dhe është Allahu xhallahu ala që
rinia jonë tjetë e udhëzuar. E rujtë Allahu rinin tonë nga vesë të këqija, nga rruga e djallit, nga konflikti, nga punë të këqija. I bëftë Allahu shembull të mirë të arsimit, shkollës, edukimit, avancimit dhe kontributit për vendin e tyne, e për shoqërinë dhe për një të ardhme të dritur. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, na përmirësoj gjendjen tonë, na rujtë Allahu nga çdo keqadashës, nga çdo i lig, kurdo që punon kundër neve, kundër familjeve tona, kurdo që nuk na don të mirën, o Allah, na ruaj peshërrit e ti, na ruaj nga ligësia e ti, nga keqja e ti, na mbroj Allah nga se ti e mbrojtësi dhe i miku jon. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. محمد رسول الله